unë kam vajtur shpesh dhe e kam vizituar. Shiko, sa po të hysh në doganën në Bosnjë, gjëja paraqit vjen për të flamurin serb. Po se është Republika Srpska. Republika Srpska. Pjesë e Federatës. Dhe po ta shikosh sot Republika Srpska në brenda Federatës ka të gjithë autonomitë dhe gjithë drejtat më shumë se që ka Kosova, po ta shikosh në pjesën marrëdhënie në Kosh pjesë marrëveshjes Daytonit, sa s'kemi çaj bëjmë. Po pra, dhe jam dakord në 95-s, por ne nuk po themi, po që serbët të ankohen për represion. Po them brat. Jo. Serbët ankohen për represion edhe në Kosovë, që s'ka fare asgjë, që në Kosovë nuk i mbajtur mbi shpatull. Tani, represion në Bosnjë, represion në Kosovë, që realisht kanë drejta më shumë sa që asnjë qytet tjetër. Jo, nuk po flas për çështjen e represionit, represion s'kan ata. Po, s'kan asnjë represion. Represionin janë duke ushtruar ata. Janë duke ushtruar ndaj tyre, që është e qartë. Ta kërkojnë që të ndezin konflikt. Pra, konflikti fillon nëpërmjet Beogradit dhe vazhdon në Bosnjë me serbët e Bosnjës dhe vazhdon edhe me serbët e Kosovës. Serbët e Bosnjës dihet që janë më shumë e Kosovës, se nuk kanë çfarë bëjnë Kosovë. Jo, duhet ta ndezin konfliktin, Nuk kanë konflikt ndezin në Kosovë ata. Kanë mbaruar konfliktin Kosovë i tyre. Ata destabilizim Ballkanit. Ata që bënin konflikt në Kosovë nuk janë më. Aleksandar Vučić kërkon një konflikt në Ballkan. Me serbë duke përdorur serbët e Bosnjës dhe serbët pakicën e vogël serbë në Kosovë. Dhe i intereson për shkak të gjeopolitikës në cilën në kushtet të cilën në Kosovë, deri më sot, vetëm një gjë, pra në gjithë këto 15 vjet. Po heq nga viti 2011, deri në vitin 2011, gjithë serbët ishin blok dhe kishin institucione tyre paralele. Në 2011 nuk bën marrëveshje, u prishën institucione paralele, hyn institucionet e Kosovës. Dhe gjithçka ka ndodhur nga viti 2011 deri më sot, çfarë do lloj proteste për plasje që ka pasur në Kosovë, vetëm serbët e Beriut janë bashkangjitur gjithë atyre budalliqeve të Beogradit, ndërsa serbët e tjerë që janë në qendër të Kosovës, serbët e tjerë që janë në lindje të Kosovës, nuk janë bashkangjitur fare, pra do t'i ndajmë, pra nuk munden ata ta përdorin Serbinë siç e përdorin në Bosnjë, e kanë blok. Në Kosovë nuk i kanë blok. Ne flasim vetëm për komunat veri, jam dakord. Komunat Levosavice, komunat. Prandaj them që nuk kanë kapacitetin të bëjnë njëjtën gjë si në Bosnjë. Është politike, Sebi? Apo protestë? Do me thënë, nisur nga protesta, më pas kemi mundësi të kuptojmë gjithë kuptimet që mund ketë përtej Serbisë, qoftë edhe implikimet që mund sjellin në Kosovë, kjo protesta apo ky destabilitet politik në Serbi, në Shqipëri, pse jo, në gjithë Ballkanin perëndimor, duke marrë parasysh këto raportet e vendosura kështu siç janë midis Rusisë edhe Ukrainës, edhe politikës amerikane. Ne në pjesën e dytë do ta nisim diskutimin me ato çfarë djali i presidentit Donald Trump tha ditën e djeshme në takimet me Vučićin, po duke mbetur tek protestat dhe tek kuptimet që ajo ka. Është një lëvizje popullore që askush nuk e di si do të përdoret politikisht në një nivel më të madh, apo është një lëvizje politike që e ka qartë se ku po shkon?